Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 janar të 2026, duket se kjo ditë pikërisht data 12. Duket se është një ditë pak e vështirë në plan par, por ndikuese, sepse dielli në Bricjap që takohet me një kënd në 4 këndësh me ndikimin në shenjën e dashit, duke na bërë disi pak më të lodhshëm, por mund të them se gjërat do të ndryshojnë dhe mund të kenë gjëra që kanë ndodhur në të shkuarën, por megjithatë kjo na ndikon shumë në një të kaluar dhe ndikohen shumë shenja si janë Dashi, Gaforia, Bricjapi, Peshorja, të ditëshit të tretë dhe konkretisht ata që kanë diellin ose ascendenten në këto shenja. Mirë është, duhet jenë të kujdesshme sepse kjo lidhet shumë në lidhje me punë, lidhje me anën e psikologjisë, sepse duke pasur parasysh edhe periudha që ndodhin këto gjëra, është pak a shumë ndikuese dhe problematike, sepse çdo gjë mund të jetë ndryshe nga ajo që mendojmë, por nga ana tjetër është disi ndikuese në lidhje me punën tonë, në lidhje me atë që neve themi mundësi ose rëndësi. Po të jemi të kujdesshëm, asgjë nuk ndodh, nuk e diskutojmë, nuk e vëmë dyshim, por kërkohet kohë, kërkohet momenti që ju vetë jeni të vëmendshëm, mirë do ishte në anën tuaj, sepse edhe koha dhe momenti ka treguar që fati do në shumë të raste, por është momenti tani në këtë periudhë që t'jeni pak sado pak të kujdesshëm, por megjithatë vëmendje do të bëni në punën tuaj ose në disa gjëra të tjera që do të diktojnë, sepse pikërisht dita e hënë është një ditë që jep mundësi, por nga ana tjetër ju ndikon jashtë mase, dhe kjo do të thotë që kërkon kujdes në lidhje me kontratat. Tani, para se fillojmë parashikimin e datës 12, në fillim javës, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikimin e detajuar, atë kemi pikërisht këtë faqe këtu, duke klikuar dhe duke zgjedhur paketën tuaj numër për katës të blerjes, atëherë shkoni tek sekretaria. Atje, duke klikuar dhe më pas jeni gati për të dërguar gjërat që ju doni për këtë parashikimin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që neve jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni dhe e shikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë dhe përshëndetje përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës e dashit, duket se pikërisht kjo ditë, një fillim javë të mbar ju uroj juve të shenjës së dashit, ku mundësitë janë të mëdha përsa përket kërkesave, përsa përket mundësive, përsa përket asaj çka juve keni dhe jeni në anën tuaj për shumë mundësi dhe kohë, sepse duke pasur parasysh periudhën që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë dhe ndikues në atë çka juve jeni, keni, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur çështje që nuk kanë marrë zgjidhje më përpara, por meqense juve jeni shumë të qartë në atë që bëni, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku çdo gjë ndodh dhe është e realizueshme përsa përket punës suaj, përsa përket karrierës dhe jo vetëm. Megjithatë, tani në këtë kohë, këtë periudhë është momenti më mirë i mundshëm në zgjidhje të problemeve, në zgjidhje të çështjeve që juve keni, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me peshore, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh në shenjën e demit dhe ku demi gabon ose rregullon, stabilizon? Një javë të mbarë, miqtë e mi, dhe një ditë të mbarë të shenjës së demit, ku juve keni disa mundësi pozitive, jo se keni diçka problematike, megjithatë është momenti dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Në çështje që kanë të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Një nga momentet më të mira dhe kohët më të përshtatshme që kanë të bëjnë është ajo që rezulton ndikuar mundësisë art që keni në anën tuaj dhe të punës tuaj. Megjithatë, është një kohë tani, në këtë periudhë mjaft ndikuese,
sepse periudat që ndodhin fenomenet ose momenti kur keni punën dhe kohën tuaj, do të keni ndryshimin e madh në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e anës ekonomike financiare, por gjithashtu edhe momentet e tjera që do të diktojnë në anën ekonomike, do të diktojnë në vendime që do të merrni. Megjithatë jeni në anën tuaj, sepse ditët e sotme nuk ka fundi botës nëse nuk e firmosët një kontratë ose bëni diçka tjetër. Por gjithsesi kjo periudhë është periudhë vendimtare për të ardhmen. Në çështje shpirtërore lidhet që kanë bëjnë me Briqap dhe me Virgjeresh duket në vara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, meqense binjakët në tani për tani janë mjaft pak a shumë jo të trembur, por mendojnë shumë. Një ditë të mbar, javë të mbar, mi themi të kësaj shenje. Dhe ka përqen për 1000 arsye. Duke pasur parasysh kohën që ndodhin fenomenet, paraditja është pak e vështirë, nëse keni mundësi në 10 me 11 anashkalojeni, për arsye e mirë. Që të mund të bëj qefin, po nuk e di nëse keni kaq problem të madh, mos e bëni takimin. Por mirë është një orë tjetër, përveç orës 11. Në lidhje me takime punë, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime, raste të tilla. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me luan, duket se kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv, sepse koha tregon që juve e dini shumë mirë se ku dhe se çfarë ndodh në anën tuaj. Megjithatë, kjo periudhë është periudha juaj në lidhje me takime, në lidhje me vendime, sepse vendime që do t'i merrni tani është një periudhë që kërkon kohën e vet, kërkon momentin e vet, kërkon dhe gjërat e tjera, edhe pse janë me vështirësi. Në lidhje me një dashuri të munguar, do ta thosh kështu, me Briqap, një pas ta problemin me Briqapin, por kjo nuk do të thotë se është problem, por është diçka që rregullon, stabilizon anën tuaj atë çështjeve të mëdha, siç është ajo e dashurisë së ardhmes. Kjo është diçka shumë e tepër pozitive. Por megjithatë, një lidhje me Virgjeresh nuk do ishte keq që ta arrini suksesin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Gaforja dashura, nëse keni mundësinë dhe çështje të rëndësishme që do t'ju jepen në fushën e biznesit, nuk e diskutojnë për vendyshim për 1000 arsye, kur ju e keni të gjitha mundësitë për zgjidhje të problemit ose zgjidhje të çështjeve që keni pasur përpara, sa është një moment mjaft i mirë, është një moment periudhe, kohe, vendimi që mund të merrni në anën tuaj, por gjithashtu edhe kjo periudhë është periudhë që vërtet është shumë e rëndësishme, vërtet ju bën që të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj, mjaft mirë me kohën, dhe vendimet e ndryshimet e mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bënë me dashur të diçka parë, me ujor të diçka që është perfekte kjo, por dhe një anë tjetër që mund të jetë mjaft precize në ekonomi, precize në atë që kërkojë dhe vendosni, por gjithashtu është kjo periudhë, është ky moment më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të ndryshuar gjërat që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të diçka parë, me ujor të diçka është perfekte, nuk e diskutojmë edhe dyshim, ka diçka, ka surpriza më tepër të thoshëm se sa periudha që ndodhin fenomenet. Ana tjetër, ka një ndikim mjaft i mirë në bashkim familjar jashtë, që do thotë me Virgjeresh, që do thotë me ujor të diçka të parë, dhe kjo është diçka shumë e mirë, është diçka që vërtet ndikon, ndryshon dhe mundson në anën tuaj. Shkojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, që do thotë shenja e luanëve. Luanët dashur, duket se dita e sotme si fillim javë është mjaft ndikuese dhe vështirë, mund të bëj qefin, por kalimtare. Pak vëmendje dhe kujdes, mos mund nxitoni në vendime që merrni, sepse është kjo periudhë, ky moment i duhur në lidhje me takime, në lidhje me vendime, në lidhje me ndryshime, me të bukurën. Nuk e diskutoj, sepse bukuria dhe qetësia juve ju përket. Kjo ditë është dita juaj dhe ditë që nga ndonjëherë mund të ndikojnë. Po të thonë juve, po ditë e diellit është ditë e diellit, nuk është ditën e hënë. Po jo, kjo ditë e hënë është një ditë mjaft e mirë, sepse ju zgjidh disa probleme
edhe disa çështje të tjera që do të keni në anën tuaj në pozicionimin e planeteve, sepse edhe koha është në anën tuaj, edhe pse me vështirësi, por të dini se si i përdorni gjërat në anën tuaj. Çështjet shpirtërore lidhet që janë në ujor dhe me shqiptar. Vini pas se shkoni në altar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjeresha. Çfarë ndodh me Virgjeresha? Për Virgjereshën më duket se ngado që ta kthesh, ngado që ta përdredhësh gjërat, është një mundësi. Është një mundësi e artë, është një mundësi konkrete në lidhje me punën dhe takimet, në lidhje me ndryshimet dhe vendimet, në lidhje me disa pasurit paluajtshme, por dita e sotme, javë të mbarë dhe ditë të mbarë ju urojmë të kësaj shenje për Virgjereshat, por ditë që parë është pak më i lakuar. Sa më kujdes të keni është më mirë për juve në fakt, se duket se edhe koha dhe periudha është në juve. Kurse në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me dem dhe me pritësjap, është një moment mjaft i mirë edhe pozitiv, jo diçka shqetësuese në fundit. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore dashura, nëse do të zgjidhni problemin tuaj ose kohën që ju e keni për ditën e sotme, mbas orës 11 bëni çfarë do e bëra zemrës tuaj. Por nga ora 8 deri në orën 11 pa kujdes. Kurse dashuria lidhet shumë me anën tjetër të besimit dhe të rregullimit të stabilizimit. Atëherë kjo do thotë që lidhjet megafore dhe me ujor janë të mbara dhe mundësit janë perfekte në ato që ju kërkoni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Çfarë ndodh me akrepët dhe ku akrepët kanë atë mënyrën e të zgjidhurit ose problematikat që kanë, do thotë moment, do thotë zhvillime, ndryshime, mundësi dhe kohë. Në çështjet shpirtërore dhe të punës, meqenëse punën juve keni disa takime tani, këto janë takime do thoshon të mira dhe jo problematike, por në anën tjetër është një mundësi shumë e mirë në lidhje me vendimet që merren kohën e duhur ose në një kohë, sepse ka të bëjë shumë me proporcione ose gjëra që ju e keni në anën tuaj, por akrepët jo se kanë pasur një gjë që nuk e shkon, po akrepët kanë dhe ndikimin e tjetër të punës ose të udhëtimeve që do të kenë, por në dashuri duket se dinë shumë mirë çfarë do të bëjnë dhe ku do të shkojnë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Shigjetari. Një ditë të mbarë, ju uroj dhe javë të mbarë. Për juve ka përqenë e mbarë duke hequr orën 11. Nga ora 1 deri në orën 15 është koha juaj për bërë takime, bisedime, gjëra të rëndësishme që keni, që gjëra të njëpasnjëshme, sepse nga njëra anë mundoni shumë, nga njëra anë kërkoni korektësinë dhe korrektëve të tuaj, por kjo është e realizueshme. Kurse në çështjet e tjera që ka të bëjnë me virgjeresh, ka të bëjnë me dashuri, është diçka mjaft pozitive, por mos harrojmë se edhe me peshk dhe diçka të dytë ka diçka mjaft të mirë dhe shumë stabilizuese për anën tuaj dhe momentin që juve keni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Britsjapi. Britsjapi të dashur, nëse juve doni dhe kërkoni në lidhje me pozicionimin e planeteve, një ditë të mbarë, javë të mbarë ju uroj miqtë e mi dhe ka pëlqyer kjo se e keni dhe mundësinë dhe kohën, por njëkohësisht keni dhe diçka shumë të madhe në lidhje me çështjet e biznesit, të karrierës dhe një moment shumë i mirë stabilizues për ekonominë, stabilizues për gjërat që juve doni bëni, sepse nga një anë mund të jeni dhe ndryshime njëpasnjëshme për kohën, për momentin që juve keni. Por në çështje shpirtërore, lidhet që janë me den dhe me akrep duket të mbara, një vëmendje të veçantë do t'i përkushtoni të shenjës së binjakëve. Gjithashtu edhe me metafore, nuk të thoshe që është diçka e vështirë, por është më e mira, është edhe me peshore të diçka të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën e financave ose të biznesit, është koha e duhur, është momenti më i mirë dhe më pozitivi që ndonjëherë në anën e karrierës, në anën e biznesit, në anën e punës suaj. Por gjithashtu dhe ky moment është momenti që vërtet ju ndikon
ju transmeton atë që ve keni të shpirtit tuaj dhe mundësi të artë që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me peshore, me dem, është diçka e mirë, por me gafore bëni pa kujdes. Shkojmë tek shenja e radhës, ju thosh shenja e peshqeve. Peshët dashur fokusoheni shumë tek ekonomia dhe një javë dhe ditë të mbar ju uroj. Mbas orës 3, nëse keni mundësi, bëni një takim që ka për t'ia vlerësuar. Kurse në dashuri, edhe pse keni lajme shumë të mira, por mos u nxitoni, sepse kjo periudhë është një periudhë që vërtet jep mundësira, por ndonjëherë jep dhe ndryshime në atë që keni. Virgjëresh, shqiptar, mos ju ndani sa shkoha juaj. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date kaq të rëndësishme të datës 12 janar të 2026. Pas të ndajmë bashkë, unë nuk e të edhe njerë, për ju që interesoni për shkrimet e lejuar, kemi pikërisht faqen roz, që shkojnë atje, dhe duke klikuar, duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës vlerës, jeni gati për të folur bashkë pasaj në nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype. Në një rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.